Një korriku është afati përfundimtar i skadimit të 156.000 pasaportave të printuara gabimisht me afat 10 vjeçar për fëmijë nën 16 vjeç. Ministria e Brendshme njofton qytetarët që kanë hasur këtë problematik të aplikojnë sa më shpejt për pasaportat e reja, duke shmangur radhët në ditët e verës, kushtohet fluksi për shkak të ardhjes së emigrantëve. Bëhet fjalë për pasaportat e printuara gjatë periudhës prill 2009, korrik 2010 për fëmijë nën moshën 16 vjeç. Në këtë periudhë janë lëshuar rreth 156.000 pasaporta me afat vlefshmërie jo të saktë, 10 vjet, ndërkohë që duhet të ishte 5 vjet. Kjo pasi afati i vlefshmërisë për pasaportat biometrike për fëmijët 0 deri në 16 vjeç është 5 vjet, standard i njohur ndërkombëtar për shkak të ndryshimit në kohë të karakteristikave fizike të tyre. Për të njoftuar emigrantët në pikat kufitare, janë shpërndarë dhe fletpalosje. Njoftime janë bërë dhe në zyrat konsullore për qytetarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, ndërkohë në zyrat e gjendjes civile janë shtuar masa për përballimin e fluksit.